Trupi po ju paralajmëron për një atak kardiak nëse keni këto simptoma. Trupi paralajmëron njeriun për sëmundje të ndryshme në forma të çuditshme, e njëjta gjë ndodh edhe me atakun kardiak. Trupi kalon në disa faza për një muaj rresht dhe në fund të gjitha fazave pritet të ndodhë ataku kardiak. Dëgjoni me vëmendje dhe bëni një kontroll mjekësor nëse i gjeni këto simptoma tek vetja juaj. Lodhja pa arsye prek rreth 70% të femrave që besojnë një atak kardiak. Bëhet fjala për lodhjen fizike si dhe lodhjen mendore. Kohët e fundit nuk shkaktohet vetëm në punë ose në familje. Kjo ndodh edhe për arsye se trupi juaj nuk po funksionon ashtu si duhet. Dhimbjet abdominale kanë qenë prezente në 50% të arsyeve për një arrest kardiak të gjitha moshat. Insomnia, ndryshe pagjumësia, prek 50% të femrave që kanë pësuar një arrest kardiak. Marrja ngadalë të frymës, gjithashtu edhe rrahje të çrregullta të zemrës, mund të vinë edhe shenjat e para përpara se të besoni një sulm në zemër.